Çelët sezoni turistik në Bulqi, ceremonia zyrtare u mbajt në fshatin Bllaz të njësisë administrative Shupens, me asfaltimin e rrugës dhe së fundmi rihabilitimin e liçenit artificial të Bllazës dhe mbushjen me ujë për herë të parë pas 30 vitesh të tij. Shto këtu edhe freskinë dhe bukurinë natyrore të këtij vendi e kanë bërë këtë zonë mjaft atraktive për tërheqjen e turistëve. Pikërisht në këtë fshat e investuar Bashkia e Bulqisë mbajti eventin e ceremonisë së çelëse të sezonit turistik, ku u zhvillua një panair agroshqimor i zonës si dhe në zonës shkollash që çelen ekspozita të larmishme pikturash. Kryebashkiakja Festime Mjeshtri tha në fjalën e çeljes së sezonit turistik se Bulqisa është një bukuri e mahnitshme natyrore, gërshetuar me kulturën dhe traditat e zonës, që do të tërheqë turistët e magjepsur pas natyrës dhe maleve. Ju uroj një sezon të mbar turistik të gjithëve. Sa më shumë vizitor, aktivitete dhe sa më shumë mbështetje për bizneset, familjet dhe komunitetin tonë. Duke parë këto bukuri të jashtëzakonshme natyrore dhe biznese që po zhvillohen çdo ditë, ju ftoj sa më shumë turistë të vinë në Bulqisë duke parë traditën, kulturën dhe mikpritjen që ne kemi. I pranishëm në këtë event edhe deputeti Ulsi Manja, i deleguar i politik i Partisë Socialiste për Qarkun Dibër, foli si mik i Bulqizës e në veçanti i Bllazës. Sot jam këtu si mik dhe dashamirës i Bulqizës, por në veçanti i Bllazës. Ata që më njohin e din lidhjen time me këtë zonë, se tani thuhet shpesh që jam prej këtu, jam prej atje, po burrat në përgjithësi kur i pyet zakonisht janë nga fshati Grus. Edhe e thonë kështu në zonë, nuk e thonë me mikrofon si puna ime, por unë jam mes miqve të mi, mes dashamirësve të mi, dhe në një zonë të mrekullueshme që sot secili prej nesh këtu duhet të jemi ambasadorët më të mirë të këtij turizmi malor që ne hapim sot tek liçeni i mrekullueshëm i Bllazës. Por jo vetëm Bllaza. Bulqiza me gjithë krahinat e veta, zonat e veta, fshatrat e veta, ka bukuri të jashtëzakonshme që ne duhet t'u zbulojmë të tjerëve, miqve dhe dashamirëve të tjerë që vetëm i kanë parë në hartë ose kanë dëgjuar se ku bie Bulqiza, Bllaza, Shupenza apo krahina tjera të kësaj zone. Kështu fillon pak e nga pak, ne sot jemi në Bllaz, jemi kaq sa jemi, vitin tjetër do duhet jemi akoma më shumë, me kujdesin dhe dashurinë për zhvilluar turizmin, ama me një këshill. Kjo zonë jashtëzakonshme, e mrekullueshme dhe kaq e bukur do duhet ta mbajmë pastër. Sepse ditën kur nuk e mbajmë pastër nuk na vjen kërkush këtu. Eventi u mbyll me një program festiv me këngë, valle të krahinës, por edhe artistësh të njohur në vend.